Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 4 të podcast Rise Her. Unë jam Ida Ismalaj dhe së bashku do të zhvilloj një temë interesante përpara. Me mua është Mirgit Vataj, kryetari i urdhrit të punonjësve social, ku do të flasim për rolin kyç të punonjësve social në mbështetje të fëmijëve, por edhe të rriturve që kanë përjetuar dhunë me bazë gjinore. Çfarë ndihme ju ofrohet në rast të traumash, çfarë shërbimesh ju jepet atyre dhe si mund të ndihmojnë për një sistem më të mirë për të siguruar një mbrojtje më të fortë. Mirgit, faleminderit që je sot me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe është. Atëherë, për të ndalur pak tek puna e punonjësve social, ato janë të angazhuar për t'ju ardhur në ndihmë fëmijëve, të rinjve të cilët kanë patur apo kanë episode të dhunës me bazë gjinore. Cili është roli i punonjësve social, por edhe roli i urdhrit? Roli punonjësve sociale është një nga rolet më të rëndësishme në shoqëri dhe kuptohet kur shoqëritë kanë problematika sociale dhe kur dhuna me bazë gjinore është njëra nga problemet sociale që shoqëritë ndeshin, atëherë bëhet edhe më i rëndësishëm roli i punonjësit social. Dhe kryesisht është i fokusuar në identifikimin e viktimave të dhunës familje, identifikimin e viktimave të dhunës me bazë gjinore, në vlerësimin e situatës së rrezikut dhe në referimin dhe koordinimin e gjithë aktorëve në mënyrë për t'u ofruar shërbimet e nevojshme gjithë viktimave të dhunës me bazë gjinore. Pra, është roli më i rëndësishëm apo është hallka hyrëse për viktimat në sistemin e mbrojtjes dhe në sistemin e ndihmës. Për këtë arsye, pra, roli i punonjësit social, pra, është i rëndësishëm në çdo lloj problematike dhe shpeshherë është një ndër profesionet i cili është më pak i vlerësuar, duke marrë në konsiderat dhe rëndësinë që ka, sepse është një ndër profesionet më të rëndësishme dhe unë e kam përdorur shpesh si shprehje, jo vetëm për faktin që jam në pozicionin kryetarit të urdhrit punonjësve social dhe duhet promovoj profesionin, por edhe si profesionist që është profesioni ku secili prej nesh në mos një moment apo një moment caktuar të jetës tonë do kemi nevojë për shërbimet dhe asistencën e një profesionisti punës sociale. Në fakt, në punën tuaj të përditshme, sa e vështirë është identifikimi i rasteve dhe sa e nevojshme është shërbimi psikosocial ndaj viktimave të dhunës me bazë gjinore? Shiko, është shumë i vështirë, duke marrë në konsiderat dhe dinamikat që ndodhin në familjet shqiptare, duke marrë në konsiderat dhe mënyrën se si funksionojnë sistemet mbështetëse dhe sistemet e ndihmës. Këtu bëhet edhe më vështirë roli i punonjësit social. Një ndër problematikat më të mëdha ka të bëjë me faktin se si sillemi ne si shoqëri ndaj dhunës, dhe kryesisht ndaj dhunës me bazë gjinore. Ne kemi parë shpesh ku shoqëria jonë e ka normalizuar, pra e normalizon dhunën me bazë gjinore, e shikon si të pranueshme. Dhe duke qenë e tillë manifestohet. Pra, në vend që ne të kemi punuar, pavarësisht gjithë punës madhe që është bërë, qoftë nga organizatat shoqërisë civile, qoftë nga institucionet, pra për ta thyrë këtë barrierën që dhuna nuk është normale dhe nuk është okay të dhunosh. Shpesh herë shikohet edhe si një pjesë ku dhuna me bazë gjinore dhe kur kjo dhunë ndodhet brenda ambientit familjar, atij që ne konsiderojmë më të besueshëm dhe më të sigurtin, e konsiderojmë si problem privat. Pra, edhe mënyra se si reagon shoqëria ndaj dhunës, duke e konsideruar problem privat, pra që nuk na takon neve, indiferenca jonë ndikon që dhunuesi të vazhdojë të dhunojë viktimën. Dhe kur viktima shikon që nuk ka asnjë lloj interesi apo mbështetje nga komuniteti përreth, dhe kur ndodh në atë ambient që konsiderohet më i besuari, besimi për të kërkuar ndihmë bie edhe tek viktimat, krahas traumave që shkakton dhuna. Ndaj edhe rolin e identifikimit është shumë i vështirë. Kjo paralidhet me shoqërinë dhe se si ne i qasemi dhunës me bazë gjinore si shoqëri, dhe e dyta ka të bëjë me rolin e institucioneve. Pra, procesi i identifikimit është procesi më i rëndësishëm. Për të ndalur pak tek institucionet, sidomos edhe tek ato që kanë në përgjegjësi detyrën e tyre për të ndjekur raste trajtimi, rehabilitimit, a kemi mjaftueshëm punonjës sociale, a kanë një mbulim të mjaftueshëm institucionet në nivel kombëtar? Jo, nuk ka mjaftueshëm. Pra, ka një nevojë shumë të madhe që profesionistët e punës sociale, punonjësit social, të jetë në ato pozicione që duhet jetë bazuar tek aspekti ligjor. Nuk ka mjaftueshëm punonjës social të cilët, pra, jo për faktin që nuk ka tregu i punës profesionist, por për shkakun që institucionet nuk kanë qasjen për të rekrutuar apo për të krijuar gjithë hapësirat që punonjësi social të ofrojë shërbimet e tij kryesisht me viktimat e dhunës me bazë gjinore. Ndaj është shumë rëndësishme që institucionet duhet të ndërgjegjësohen
në mënyrën që të krijojnë gjithë hapësirat që të kenë punonjësit social, aty të atashuar në institucionet e tyre në mënyrë për të identifikuar, për të bërë atë identifikimin proaktiv, pra që institucionet nuk duhet të jenë vetëm në situatë pritse, pra të presin kur të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore apo të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore shkojnë dhe kërkojnë ndihmë, por duhet të jenë proaktive, pra që të bëjnë identifikimin në terren, në mënyrë që të shikojnë komunitetin, të bëjnë vizita në komunitet, të shikojnë ku janë situatat që ndodhin, të majnë komunikime me institucionet e tjera, sepse nuk është vetëm kompetencë e punonjësit social për të identifikuar një rast. Pra ne kemi edhe policinë e cila duhet bëjë identifikimin proaktiv të rasteve. Në fakt, si është bashkëpunimi mes punonjësve social, policisë së shtetit, shërbimeve shëndetësore, duke qenë se është një punë e koordinuar institucionale? Në të vetmën fazë ku kemi një mangësi të këtij koordinimi ka të bëjë me identifikimin. Pra ne reagojmë, sistemi reagon vetëm në momentin kur raportohet nga vetë mbijetuarat. Pra nuk kemi një punë intensive për të bërë një screening gjithë zonave, sepse ne kemi policinë e cila duhet të ketë çdo njësi territoriale, që çdo komisariat mbulon duhet të ketë një screening, pra një panoramë të qartë të situatave dhe dinamikave që ndodhin në komunitet, qoftë dhunës familje, qoftë dhunës ndaj fëmijëve, qoftë atyre rastave të cilat kanë një probabilitet për të përfshirë në krim. Pra duhet të ketë një panoramë të qartë të gjithë situatave dhe dinamikave që ndodhin në ato komunitetet të cilat ata mbulojnë. Dhe duke patur një panoramë qartë është shumë më kollaj që të identifikohet në mënyrë proaktive, pra që të shkohet, të identifikohet edhe të fillohet puna me menaxhimin e rastit. Dhe deri tani sistemi reagon pritës, pra ne presim që të raportohet. Për çfarë bën sistemi për ta identifikuar. Kjo është problematika më e madhe, sepse nuk është kompetencë vetëm e punonjësit social. Pra të gjithë sistemet janë përgjegjës. Është sistemi arsimor përgjegjës, pra për të identifikuar rastet e tilla, është sistemi shëndetësor përgjegjës për të identifikuar, është policia, është shërbimi social, janë njësitë vendore. Pra të gjitha kanë kompetencë për të identifikuar, janë pjesë edhe aty mekanizmet koordinuar të referimit që ne cilësojmë për dhunën me bazë gjinore. Ndaj pjesa e identifikimit është pjesa më e vështira për çastin që përdor sistemi dhe për mundësinë që duhet për të ndryshuar çastin, në të njëjtën kohë edhe për të shtuar numrin e punonjësve social. Dhe mos harrojmë që shërbimi psikosocial dhe identifikimi, menaxhimi, vlerësimi i rastit është kompetencë vetëm e punonjësit social. Pra nëse ne kemi njësi vendore e cila nuk ka të atashuar një punonjës social, atëherë është e kohë që ne të flasim që ka një çësje pozitive për t'u ardhur në ndihmë viktimave apo të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore. Duke u ndalur tek fenomeni, duke qenë se ju e ndiqni ndër vite, si ka qenë, si kanë ardhur rastet dhe a keni kapacitete burime pra të punonjësve social të mjaftueshëm për t'u përgjigjur nevojave të shoqërisë? Ne kemi kapacitetet punonjësve social dhe për hir të vërtetës ka një numër shumë të lartë punonjësve social të cilët janë profesionistë. Dhe kur flasim për profesionistë, pra kanë gjithë aftësitë të tyre profesionale për të përballur me raste të tilla. Ajo çka edhe unë po thoya për më parë është çësia që duhet të kenë institucionet. Dhe për këtë arsye duhet krijojnë hapësira që të kenë të angazhuar punonjës social në mënyrë për të ofruar shërbime të duhura, sepse është përgjegjësi e çdo institucioni, kryesisht njësitë e qeverisjes vendore, kanë për detyrë për të ngritur mekanizma të koordinuar të referimit. Edhe sipas një studimi të bërë, disa njësi vendore kanë ngritur, disa të tjerë se kanë ngritur akoma, ka edhe studime që edhe ato që e kanë ngritur nuk e kanë ngritur në mënyrë efektive. Pra edhe bashkimi ndërinstitucional, bashkëpunimi mes aktorëve të ndryshëm duhet jetë efektiv. Pra ne nuk duhet që të kemi mentalitetin për të ngritur gjërat sepse duhen në letër për të bërë një çek dhe për të qenë okay dhe për të thënë që ne e kemi. Por duhet të jetë efektiv. Por në kuadrin e kapaciteteve të punonjësve social ne kemi. Mos harrojmë që Departamenti i Punës Sociale në Shqipëri është themeluar që në vitin 91. Që në vitin 93. Dhe kemi 30 vite që ne kemi prodhuar punonjës social. Kemi 3 fakultetet e cilat diplomojnë punonjës social, i pajisin me njohuritë akademike për të ofruar shërbimet. Pra ne kemi prodhuar prej vitesh tashmë punonjës social, të cilat duke ndalur edhe tek shifrat, për të përmendur pak shifrat në ndër vite si kanë ardhur, raportimet që keni patur, problematika që keni hasur dhe edhe sfidat që i shihni për të ardhmen. Sfida që apo punonjësit social në përgjithësi shikojnë për të ardhmen lidhur me rastet, sigurisht që kemi një ndërgjegjësi më të madh për të raportuar rastet.
Dhe nëse dikur nuk flitej për dhunën me bazë gjinore, të mbjetuarat e dhunës me bazë gjinore e kishin shumë vështirë që të flisnin, qoftë edhe duke pas në konsideratat e pjesën e traumës që shkakton dhuna, por në të njëjtën kohë dhe stigmën dhe paragjykimin që ndodhet ndaj viktimave, e kanë patur shumë vështirë që të flisnin dhe heshtin dhe vazhdonin të jetonin një situatë dhune permanente. Si është në fakt nëpër zonat rurale dhe në qytetet e vogla ku stigma ka ekzistuar gjithmonë? Unë nuk do doja të bëja një ndarje me zonave rurale dhe urbane, sepse realisht kemi ndeshur raste të dhune ekstreme në zonat rurale, kemi ndeshur raste të dhunës ekstreme në zonat urbane. Kemi ndeshur nga njerëz të cilët nuk kanë një themi përgatitje akademike apo në nivel akademik formimi, por kemi ndeshur edhe njerëz të cilët kanë nivel të lartë formimi akademik. Pra, kjo ndarja besoj që ka ndodhur në të dyja drejtimet. Por edhe nëse e bëjmë me shpërndarjen gjeografike, pra shikojmë që ka raste prezente në zonat urbane, madje edhe brenda rrethit Unazës, së Tiranës, nëse ne i referohemi edhe duke qenë se Tirana Ku keni rastet më të larta? Po, ka një shpërndarje. Në rastet e dhunës me bazë gjinore ndodhin pothuajse në gjithë Shqipërinë. Edhe zonat e mëdha urbane kanë edhe numrin më të lartë të rasteve. Dhe nëse ne e lidhim me aspektin e ndërgjegjësimit, sigurisht edhe ndërgjegjësimi është më i madh dhe roli i grave dhe vajzave në zonat urbane është edhe më i lartë dhe për shkak të pavarësisë financiare që ata mund të krijojnë, për shkak të nivelit akademik që ata kanë, nivelit edukativ, pra janë më të sigurta në hapa që marrin, e shikojnë si jo të pranueshme aspektin e dhunës dhe të abuzimit. Dhe kjo për arsye, pra kjo ndoshta ndodh për shkak se raportohet më shumë. Ndërsa në zonat rurale ka të bëjë me çështjen e kulturës dhe me normat, ku dhuna mund të shikohet si një element pranimi, si një çështje normale në marrëdhënien bashkëtorë dhe kryesisht që momentin se si trajtohen vajzat, momentin që ti ke dalë nga një familje, ke shkuar tek familja e burrit, tashmë ti konsiderohesh si pronë e asaj familje dhe ti po të kthesh nuk ke më vend tek ajo familje. Pra dhe sistemi mbështetës, që familja është sistemi më i madh mbështetës për gjitha llojet e viktimave të dhunës, aq më tepër kur flasim për dhunën me bazë gjinore, sistemi mbështetës i jot, qoftë dhe familja origjinës, familja bazë, nuk të pranon nëse ti merr një vendim për t'u larguar nga dhuna, apo nuk të përkrah në momentin që ti merr një vendim për ta raportuar dhe denoncuar dhunën. Dhe këto janë problematika që pengojnë viktimët e dhunës me bazë gjinore që të raportojnë rastet. Ndërsa në zonat urbane, kanë edhe ku të drejtohen? Po, mund drejtohen, ka secila njësi ka vendore. institucione. Po, secila njësi vendore ka një koordinator pra për dhunën familje dhe është ai personi, një punonjës social i cili trajton rastet e tilla, pra fut në planin e menaxhimit, ka ekipe teknike ndërsektoriale për të ofruar shërbime multidisiplinare dhe për t'i bërë një vlerësim më të duhur dhe më të thelluar rastit. Është policia e shtetit, ka një link këshillimi për gratë dhe vajzat, ka një link këshillimi për fëmijët. Pra janë disa mekanizma të cilët kanë ndryshuar, të cilat ju ofrojnë mundësi 24 orë dhe për të raportuar, edhe në mënyrë konfidenciale, pra për të ruajtur edhe konfidencialitetin e viktimave. Ndaj ka shtuar numri mekanizmave, shtuar në çësia institucionale, por akoma nuk është në ato nivele ku duhet të jetë për të qenë vërtet. Folet për një ndërgjegjësim, por nëse bëjmë një diferencë mes brezave, janë vajzat apo gratë të cilat raportojnë më shumë? Shiko, vajzat mund të raportojnë më shumë për shkak se nuk ka, le të themi, pra nëse vajzat raportojnë më shumë se sa gratë zakonisht hezitojnë kur kanë edhe fëmijë. Kjo edhe për shkak të fëmijëve, pra për hir të fëmijëve, por vajzat e kanë më thjesht kur nuk ka nga një marrëdhënie, nuk ka edhe fëmijë të përfshirë. Dhe kjo i bën ndoshta edhe më komode për të raportuar, ndërsa për gratë është pak më vështirë kur fëmijët janë të përfshirë, sepse shikojnë që nuk dua të bën shkak për prishjen e familjes dhe pranojnë, heshtin dhe vazhdojnë jetojnë në një ambient i cili është dhunues. Kjo është arsyeja dhe dallimi mes grave dhe vajzat mund ta kenë edhe më të kollajt për të raportuar. Ndërkohë duke ndikuar akoma më keq te pjesa e fëmijës, i cili rritet në një ambient të dhunë. I cili rritet në një apo është dëshmitar dhunë, sigurisht janë trauma që shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Por që shpesh herë perceptimi për fëmijët të cilët janë dëshmitar dhunës e mendojnë si një çështje që nuk e kuptojnë, i neglizhojnë prezencën e tyre dhe nuk janë të ndërgjegjshëm, mjaftueshëm për të kuptuar që këto janë situata të cilat krijojnë trauma tek fëmijët
dhe janë trauma që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës tyre. Cila është iniciativa më e suksesshme që ka ndërmarrë urdhri i punonjësve social dhe problematika që ju keni hasur? Shiko, iniciativat e urdhrit punonjësve social janë kryesisht në lobimin për çështjen e profesionit, në rregullimin e profesionit, në krijimin e kushteve dhe standardeve për të ofruar shërbime cilësore dhe sigurisht edhe edukimin vazhdim. Pra, e kuptoj që instrumentet e ushtrimit profesionit, si për çdo profesion tjetër, ndryshojnë me kalimin e kohës. Ne po tregohemi të kujdesshëm në këtë kuadër për të trajnuar, për të edukuar në mënyrë të vazhdueshme punonjësit social për instrumentet e ri, për të rritur kapacitetet e tyre profesionale, për të përgjigjur në mënyrë efektive çdo rasti të dhunës dhe të abuzimit në familje apo të punës përditshme të punonjësve social me viktimat e dhunës me bazë gjinore. Çështjet e dhunës me bazë gjinore kanë qenë gjithmonë çështje prioritare për rolin e punonjësit social. Departamenti ka një master të caktuar, Departamenti i Punës Sociale në Universitetin e Tiranës, pra në Fakultetin e Shkencave Sociale, ka një master të dedikuar për çështjet e barazisë gjinore. Sigurisht ajo që kanë atakon si punonjës social ndonjëherë, duke qenë se jemi edhe djem, të promovojmë sa më shumë edhe rolin që duhet të kenë punonjësit social djem në aspektin e mbrojtjes së të mbjetuarve të dhunës me bazë gjinore, fushatat ndërgjegjësuese, advokacia, daljet mediatike të shpeshta kur ndodhin raste të tilla, por edhe kur nuk ndodhin, pra në sens për të sensibilizuar sa më shumë dhe për t'i dhënë një mundësi viktimave për t'u njohur me mekanizmat e raportimit, për t'inkurajuar të gjithë ata të mbjetuara të dhunës me bazë gjinore që të raportojnë, për t'inkurajuar për të kërkuar ndihmë, për të ofruar mbështetjen psikosociale në mënyrë efektive, për të koordinuar gjithë sistemin, për të bërë atë që unë e konsideroj identifikimi proaktiv, pra që të mos presim gjithmonë që viktimat na drejtohen për të kërkuar ndihmë, por të shkohet dhe të identifikohet që në burim rasti. Pra janë këto iniciativat e cilat edhe puna e përditshme me institucionet për të menaxhuar në mënyrë efektive dhe për të ofruar ato shërbime, si dhe për të shtuar gama shërbimeve për gjithë ata viktimat të dhunës me bazë gjinore. Për të ndalur edhe të djemtë dhe burrat, a ka programe specifike për përfshirjen e tyre në luftën kundër pra viktimave me bazë me dhunë gjinore? Unë besoj që në fund ditës secili prej nesh, pavarësisht profesionit që ne kemi në jetën tonë përditshme, duhet të ketë një detyrim. Dhe detyrimi lidhet me faktin që ne nuk duhet të heshtim. Pra, nëse ne jemi prezent apo dëshmitar të një rasti apo kemi dëgjuar, duhet të raportojmë. Pra, ne kemi një detyrë njerëzore në fund ditës, krahas detyrave profesionale. Dhe detyra njerëzore ka të bëjë me faktin që duhet t'japim një kontribut. Secili prej nesh është bi, djalë, nëne në fund ditës. Dhe është detyrimi qytetar, është detyrimi moral, është detyrimi komunitar, për të folur, për të biseduar, për të raportuar rastet të dhunës. Dhe kjo është ajo gjë e parë që ne duhet t'japim, pra rolin që duhet t'japim. E dyta, të jemi sinqert me volumin e rasteve që ka Shqipëria ndonjëherë, edhe të vjen turp t'jesh djalë. Të vjen turp për nivelin e dhunës që ushtrohet në grave dhe vajzave. Në çfarë gjendje vinë në fakt vajza, duke qenë se thatë nuk raportojnë që në fillimet e tyre? Shiko, nga kolegët apo gjatë kohës që unë kam punuar në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, është një situatë shumë traumatike. Dhe nuk kërkohet, shumicën e kohës nuk kërkohet ndihmë që në episodin e parë të dhunës. Dhe duke qenë se të mbjetuarat kalojnë disa episode dhune, deri në momentin që kërkojnë ndihmë, situata është e rënduar. Pa flasim për një situatë të rënduar emocionale, fizike, shpirtërore, dhe puna bëhet në kuadrin e ofrimeve të shërbimeve multidisciplinare. Pra, qoftë duke ofruar asistencën e duhur emocionale për ta mbështetur emocionalisht, në stabilizimin e emocioneve, në tejkalimin e pasojave traumatike të dhunës dhe deri në akomodim, pra që mund të jetë hapi i fundit i ndërhyrjes në akomodimin me në një shtëpi apo për të siguruar disa kushte minimale për të ikur nga ai ambienti i dhunës. Por situatat janë të rënda gjithmonë kur kërkohet ndihmë. Dhe shumicën e kohës, për shembull, po shikojmë edhe nga dhëna që ka policia, zakonisht raportohet momentin që ndodh, dhe kur ti shkon dhe raporton në komisariat një situatë dhune e cila sapo ka ndodhur,
Sigurisht që situata është e rënduar. Pra është traumatike, është një situatë e traumatizuar, sepse kemi të bëjmë me trauma shumë dhaja emocionale, edhe fizike, pra, edhe pasohet janë edhe fizike, jo vetëm emocionale. Ndaj, dhe për këtë arsye duhet të ketë patjetër që edhe komisarët e policisë duhet të kenë të atashuar punojës social, pra jo vetëm të thirrët bazuar në një rast, por duhet të jenë të atashuar. Të gjitha shërbimet e urgjencës do të kenë një punojës social, i cili do të jetë i atashuar, sepse nëse ne shikojmë që një zonjë, një grua apo një vajzë shkon dhe kërkon ndihmë, mavjosur, pra për të kuruar atë që ne shikojmë të dukshme fizike, pra duhet jetë punojës social që duhet bëjë edhe një vlerësim më detajuar. Pra, Në fakt, shoqëria jonë duket gjithmonë sa më e ftohtë ndaj këtyre rasteve, sa më indiferente. sepse ne, edhe nëse ne përfshihemi për të raportuar një rast, nga pala dhunuesit konsiderohet si problem privat dhe interpretohet privatisht pastaj. Dhe kjo kalon një çështje që dhunuesi e ndjek privatisht me raportuesin. Dhe përfshihet familja në situatat të cilat mund të jenë të pakëndshme, ti mund të përballesh me kërcënime nga dhunuesi, shpesh njerëz dhe konsiderojnë problem privat, pra çështje mes dy partnerëve. Dhe këto janë elemente të cilët shpesh na stepin edhe si shoqëri për të raportuar, por ajo, shiko, është për të ardhur keq një element secili prej nesh nga djemt, apo në traditat zakonore, në kodët zakonore shqiptare, vajza, motra, është pika më dop me moral në traditën tonë. Por, kur bëhet fjalë për vajzën e tjetrit, ne nuk kursehemi, qoftë duke dhunuar, qoftë duke ofunduar, qoftë duke ushtruar atë që konsiderohet dhunë psikologjike, ama tek motra jonë nuk e pranojmë, sepse ne e konsiderojmë si pikën tonë më dop me moral. Po këtë pjesë që ne konsiderojmë si pika jonë më dop të moralit është motra, pra në sensin që ne bëhemi agresiv, këta e hedhim poshtë me veprimen që bëjmë ndaj motrës së dikujt tjetër, ndaj bijës së dikujt tjetër. Pra nuk kemi aq të moralshëm në sensin se sa e bëjmë propagandë pjesën e mënyrës se si ne konsiderojmë vajzën në kodet tona zakonore. Pra ne, edhe ato kode zakonore ku vajza, nëna është shumë e shenjtë, që i kemi tradit, ne i kemi arritur në atë pikë ku e kemi ulur këtë pjesën e shenjtë të risë, duku treguar agresiv, dhunues dhe abuzues ndaj tyre. Sa ndikon tradita, kultura në prodhimin e rasteve, modeleve të tilla pra të dhunës me bazë gjinore? Shiko, nëse ndikon shumë. Nëse e kemi konsideruar normale dhunën në familje, pra nëse një fëmijë është dëshmitar i dhunës familje, shikon që nëna e pranon dhunën dhe babai ushtron gjatë gjithë kohës dhunë, pra dhuna prodhon dhunë. Dhe sigurisht që ne i japim një shembull gabuar dhe fëmijëve. Pra, qoftë vajzave që në një moment saktuar me partnerin e tyre mund gjenden situata ku mund dhunohen dhe duke qenë se kanë patur një shembull në familjen e tyre që Fatkeqësisht e bën edhe të pranueshme. E bën të pranueshme, pra është një situatë e normalizuar dhe ti do e pranosh sepse e konsideron si diçka krejt normale që ka ndodhur dhe në familjen tënde me nënën tënde. E njëjta situatë ndodh dhe me djemt ku shikojnë që babai është dhunues, mendojnë që nëpërmjet dhunës fitojnë gjithmonë të drejtën. Dhe jo vetëm me partnerin e tyre mund të jenë agresiv dhe dhunues, por ndodh që edhe me miqtë e tyre. Pra, kryesisht djemt të cilët apo rastet e bullizmit, të cilat ndodhen në shkollë, kryesisht kanë këtë problematike me familje disfunksionale. Dhe kryesisht të dhunës familje, janë dëshmitar dhunës familje. Dhe mendojnë që drejtën e tyre fitojnë gjithmonë nëpërmjet dhunës. Pra nëse ka një besim që diçka është e drejtë, dhe sigurisht që ka një kundërshtim nga pala tjetër, ushtrojnë dhunën për të fituar të drejtën e tyre. Pra e shikojnë si një element që atyre i jep gjithmonë drejtë. Shembulli i parë që secili prej nesh merr në familje, që merr në jetë është familja. Është kjo pikërisht koha cilësore që prindrit kalojnë me fëmijët, është shembulli që prindrit i japin fëmijëve të tyre. Pra janë shembujt kryesorë që ne marrim. Në vetvete, asnjë qenie njerëzore nuk lind agresive. Secili prej nesh mund të zgjojë disa instikte apo mund të stimulojë disa instikte për të mbijetuar, pra nga nevoja për të mbijetuar. Dhe qenit agresiv është një nevojë uleritse, është një mënyrë uleritse e një fëmije për të treguar një nevojë të paplotësuar të tij. Pra fëmijë të neglizhuar, fëmijë dëshmitar dhunë në familje,
fëmijë me nevojat pa plotësuar emocionale, sepse ne harrojmë që ne krahas nevojave bazike ushqimore që kemi, secili prej nesh ka dhe nevojat emocionale. Pra nëse fëmijët kanë nevoja emocionale të paplotësuara, nëse fëmijët janë të neglizhuar, nëse fëmijët janë dëshmitar dhunën në familje, janë pikërisht mënyra se si ato sillen me agresivitet. Pra, e shfaqin në shkollë, e shfaqin me miqtë e tyre në komunitetet që vizitojnë, në kurset e ndryshme që mund të marrin pjesë. Pra, është një panoram edhe është një pasqyrë, është sjellja reflektuese e situatave dhe dinamikave familjare që ndodhin. Dhe fatkeqësisht ndodhin në Shqipëri. Pra, bullizmi është një nga problematikat më kryesore që ndeshet në shkolla sot. Dhe po shikosh, ne në Shqipëri është edhe nga gjitha statistikat në rrjetet sociale, gjuha e dhunës, jemi në shtetet që kryesojmë listën e gjuhës ofenduese dhe fyese që përdoret masivisht në rrjetet sociale. Pra, nëse dikush ka raportuar apo kemi një intervistë një mbijetuar të dhunës në bazë gjinore, e cila flet, e cila publikohet në mediat sociale, një numër i madh komentesh janë inkurajuese për dhënuesin dhe fajsuese për viktimën. Pra kjo është për të ardhur keq. Dhe sepse është normë që e besojnë. Normat tona shishore po ndryshojnë. Pra, nëse më përpara edhe në shkollë konsideroj apo edhe në familje dhuna si një mënyrë disiplinuese, konsideroj disiplinë. Asnjëherë nuk merreshin në qasje apo në konsiderat pasojat negative të dhunës, ndërsa sot, fatmirësisht, ne flasim për metoda disipline pozitive, për kalimin e kohës cilësore, që fëmijët nuk duhet të jenë të ekspozuar asnjëherë ndaj problematikave dhe dinamikave që familjet ndeshin, sepse janë procese që fëmijët i kalojnë në traumë, dhe trauma pastaj i kalon në sjellje ku fëmijët mund të bëhen agresiv. Për të ndalur tek pyetja e fundit, cili është vizioni që shoqëria shqiptare duhet të përqafojë për të thënë jo dhunës me bazë gjinore? Për të thënë jo dhunës me bazë gjinore, roli që secili prej nesh duhet të ketë është ajo që unë përmenda pak më parë. Secili prej nesh në fund ditës, jetojmë komunitet. E ka detyrë njerëzore, humane, që të raportojë. Në fund ditës, dhe ajo që është për të ardhur keq, shpesh herë ne gjërat na pëlqejnë që të na imponohen. Dhe mos harrojmë deri para pak viteve asnjëri prej nesh ndoshta nuk mande as rripin e sigurimit kur qarkullonte me makinë. Dhe kur ashpërsuan masat administrative dhe aksionet e policisë, pra një formë tregim force, ne filluam gjithë të ndërgjegjësohemi. Kjo thënë ndryshe që secili prej nesh, pra dhuna me bazë gjinore është krim. Kodi penal në Republikën e Shqipërisë parashikon edhe një nen për mos kallëzim krimi. Pra, ndaj viktimës në këtë rast, mos kallëzim. Absolutisht, mos kallëzim krimi. Pra, nëse fshinj ynë po dhunon, ne dëgjojmë shpesh herë zhurma, po dhunon, ofendon bashortën apo partnerin e vet, edhe ne heshtim, kthehemi në krahun tjetër apo thjesht mbyllim atë dritaren, bëhemi bashkëpunëtor në krim. Pra, kjo është gjëja e parë që ne duhet të mendojmë. Meqenëse se nuk e kemi atë nivel të lartë ndërgjegje njerëzore për të raportuar dhunën, të paktën të mendojmë që të mos bëhemi bashkëpunëtor në një krim. Dhe fatkeqësisht, kemi raste të shumta çdo vit ku përfundojnë me humbje jete. Faleminderit Mirgit për të gjithë analizën. Faleminderit dhe ishte kënaqësi. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Në episodin e radhës ne kemi të ftuar Ermal Hasimen, me të cilën do të diskutojmë mbi rolin e arsimimit në formimin e brezave të rinj, por edhe në luftën kundër dhunës me bazë gjinore.